Edi Rama ka vendosur të shkel çdo ligj, çdo normë për të mbrojtur veten e tij. Në asnjë rrethan ai nuk pranon të ulet para prokurorëve për aferat e panumërta korruptive që ka. Kjo që zhvillohet është vetëm aparenca. Natyrisht, të dytë ky komb hajdute si Lubi Balluku nuk ka patur në tërë historinë e tij. Por nuk është çështja e Ballukut këtu. Këtu është çështja e Edi Ramës. Pas ndërhyrjeve të fundit të fuqishme të komunitetit ndërkombëtar për të mbrojtur në Shqipëri rendin kushtetues, shtetin ligjor, ndarjen e pushteteve, funksionimin e sistemit drejtësisë si kushtet e gjitha kushteve për ecjen më tejshme drejt Bashkimit Evropian, të gjitha këto ranë në vesh të shurdhër. Ranë në vesh të shurdhër. Të gjitha këto Edi Rama i shumëzon me interesin e tij personal dhe të pushtetit të tij. Në kundër përgjigje, në rrafshin ndërkombëtar, ai firmosi letrën famkeqe me të damkosurin Aleksandar Vučić, duke i deklaruar Europës, Bashkimit Evropian, se nuk më duhet ju, por më duhet Vučići,